Siç e dini, pas dekretit për shpërndarje, me njëherë vjen radha çështjes së datës së zgjedhjeve. Ju njoftoj fillimisht se për shkak se sot kam shpërndar kuvendin, automatikisht data 11 janar është përjashtuar si mundësi, sepse është jashtë afateve kushtetuese që do të më lejonin ta shfrytëzoja. Sa i përket datës 4 janar, jemi njoftuar që nëse zgjedhjet mbahen në janar, sipas legjislacionit në fuqi dhe me që nuk kemi tashmë buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm, atëherë KQZ-s do t'i lejohej sipas ligjit të përdor vetëm 1/12 e buxhetit të saj, që i bjen maksimum diku rreth 1 milion apo 1.5 milion. Përderisa për këto zgjedhje është kalkuluar që mesatarisht do të kushtojnë rreth 8 milion. Pra zgjedhjet në këtë datë është praktikisht e pamundur të mbahen për shkak të pamundësisë që të shfrytëzohet buxheti në janar ashtu siç thot ligji. Kthehemi prandaj te dy datat e mbetura, pra 21 dhe 28 dhjetor, të cilat mund të bëhen sipas kushtetutës. Sot partitë politike janë deklaruar kryesisht për këto dy data në takimin konsultativ që e patëm. 8 parti sot janë deklaruar për datën 28 dhjetor. 5 parti janë deklaruar për datën 21 dhjetor, kurse 3 parti kanë thënë që cila do nga këto data është në rregull. Ju njoftoj se gjatë kësaj periudhe kam qenë po ashtu në kontakt me kryetarin e KQZ-s 3 herë dhe kemi analizuar procesin e papërfunduar të zgjedhjeve lokale, si dhe procedurat që na presin për organizimin e zgjedhjeve nacionale. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Ekzistojnë pastaj afatet e ankesave, pas kësaj fillojnë procedurat e asgjësimit e materialit zgjedhor, pastaj procedurat e përgatitjes së platformës për shpalljen e rezultateve preliminare dhe asaj të numërimit, cilat duhet të ripërtrihen me parametrat e zgjedhjeve të përgjithshme. Para fillimit të fushatës, janë edhe një sër veprimesh që janë regjistrimi subjekteve politike dhe koalicioneve dhe certifikimi i kandidatëve, hedhja e shortit, shpallja e fletë-votimit e veprimet të tjera. Për më tepër, duhen së paku 2 javë hapësirë kohore për mundësuar votimin jashtë vendit dhe duhet pasur parasysh që sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, shtetasve që jetojnë jashtë vendit duhet dhënë së paku 15 ditë afat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar. Në mesin e gjitha këtyre janë edhe procedurat tenderuese e çka jo tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedimisht data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n. Leonit ju njoftoj se sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian për reformën zgjedhore në Kosovë, të cilat janë publike, në rast të zgjedhjeve të parakoshme, KQZ-s duhet t'i japën së paku 2 muaj kohë për t'i përgatitur ato. Meqense ne në kushtetutë e kemi të përcaktuar që afati maksimum është 40 ditë, atëherë si presidente e kam për detyrë që të jap afatin më të gjatë e jo afatin më të shkurt, në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë së paku disa nga sfidat e organizimit të shpejt të zgjedhjeve, sado që po e përmend, jo të gjitha do të eliminohen edhe me datën 28 dhjetor, por me shpresën që KQZ-ja do ta bëjë të pamundurën që ato të organizohen në mënyrë të rregullt. Edhe një herë është fati keq për qytetarët dhe për Kosovën që sërish po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje. Megjithatë, ky ishte vullneti i partive politike të dala nga zgjedhjet e të shkurtit. Ju uroj suksese në këtë proces me shpresë që me njëherë pas zgjedhjeve e pa asnjë zvarritje të vetme do të kemi konstituimin e kuvendit të zgjedhjen e qeverisë së re. Po tash, siç kanë thënë disa njerëz shumë para nesh e shumë më të mençur se ne, në qoftë se askush nuk të akuzon për asgjë, atëherë nuk ke qëndruar për asgjë. Leonit ju kthej pak në perspektivë. Në vitin 2021, kur partia në pushtet që kishte më shumë se 50% të votave, dhe disa të tjera të vogla që ishin në koalicion me të, kërkonin që unë ta shtyja datën e zgjedhjeve lokale dhe kishim një opozit shumë më të vogël se sa kjo që është sot, unë vendosa në favor të kërkesës së opozitës që mos të shtyhej data e zgjedhjeve lokale. Sado që kisha të drejtën kushtetuese ta bëja një gjë të tillë për shkak të shumë rrethanave që ishin prezantuar atëherë. Edhe pse e zgjodha datën e favorshme për opozitën, prap u akuzova se po konsultohem dhe po koordinohem dhe po ja bëj qefin Kurtit. Ka 10 raste përgjatë këtyre 5 viteve që jam presidente, kur përkundër faktit që kam dalur me qëndrime krejtësisht të kundërta me ato të qeverisë së Republikës së Kosovës, përsëri nuk i ka rënë tamën.
përsëri janë ankuar, përsëri i kanë akuzuar. Kështu që, siç po e shihni, përkundër këtyre akuzave 5 vjeçare e shumë të tjerave që do të vinë edhe sonte edhe nesër edhe pas nesër, unë qëndroj dhe do të qëndroj edhe shumë gjatë, duke mbrojtur interesin e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ata që akuzojnë, pa lexuar, pa analizuar dhe pa menduar gjatë, është mirë të mendojnë që edhe pas këtyre zgjedhjeve do të vinë këtu tek unë për ta kërkuar mandatin. Kush do që e fiton?